sidomos kohëve të funit që ka një farë përpjekje ka njëherë me kriju një farë dileme se a është Zoti shqiptar, a është Islami, kulturat. Shini, unë mendoj se çdo njeri që pretendon se është verzioni përfundimtar i praktikimit islamit e ka shumë gabim. Islami është një fe me mësime, parime, orientime të caktuara që kanë aftësi dhe fuqi mund ngjiz me kultura të ndryshme. Edhe tash, kur po thotë Islami në Iran, në Turki, Islami në trojët shqiptare, domthonë ka nuanca ndryshimit, megjithëse është një Islam. Unë mendoj që kjo e paraqet madhështinë e vlerave islame, që në një farë forme që ato vlera kanë një farë elasticiteti, kanë një farë aftësie mu ambientu me kultura të ndryshme. Edhe tash, qatë sa tavani kulturor i në shoqëni është i nalt, qaq nalt e ngrit edhe Islamin. Edhe prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme njerëz që i qasin Islamit, çfarë kulture, çfarë niveli kulturor kanë. Nëse ata kanë nivel kulturor nalt, ata paraqesin ose, vlerat e fesë ngjizen ose mishruhen shumë perfekt me çeto vlera që për shembull iranianët kur e kanë pranuar Islamin, nuk ka diskutim që ata iranianët kanë pas kulturë, perandorie, tradit, po. Edhe nuk është se ata nuk kanë pas një farë qasje të vetën përkitazi me çto vlera. Kjo është madhështia e vlerave në këtë rast. Edhe kjo në një farë forme e vërteton faktin që ka po folim. Vlerat janë konstante, po aplikohen forma ndryshme nëpër botë dhe nuk janë këtë ngurta që i sheh dikush. Për shembull, na ka një herë kena që dilemen, a duhet na islam, a turka, araba, perëndimor, na kena islam me kulturë shqiptare, domethënë. Edhe na duhet me këmbgul në qëto, na duhet me kriju referencat tona, na kena që 600 vjet hoxhallar shqiptar, edhe pse mos me ndërtu një diskurs të kulturës shqiptare në raport me fenë. Edhe kjo është, Islami me përvojë shqiptare. Edhe kur që s'ka të keq, është shumë i pasun, edhe madje mund t'i dhamë edhe botës. Edhe s'ka nevojë na as mu arabizua, as mu turqizua, absolutisht s'ka nevojë, sepse kjo nuk e kërkon asnjë variant feja jonë. Dhe prandaj them kjo është madhështia e fesë. Sot Islami po arrin, mu integru në shoqënitë perëndimore. Sado që dikush mund të përplasit civilizimi islam, civilizim perëndimor. Tarek Ramadan thotë shumë bukur, mendon që është problem shekullin e 21 me fol për përplasje qytetërimesh me gjithë të përziri që i ka bota.